Kodë të që ka kaluar këto periudat muzikës po flas, në cilën periudhë keni vetën shumë mirë? Në atë të sotmen, apo të viteve 84-85? Me I bë dallimet të shkogja problem, sepse bukuri ka pas atëherë, bukuri ka dhe tani, do me thonë, ka edhe kënaqësi, ka pas kënaqësi edhe andej, në atë periudhë, ka kënaqësi edhe në këtë periudhë, ka pas vështirësi edhe atëherë, ka vështirësi edhe tani, por që varet nga momenti, nga situata, ku jemi, me kënd jemi, do me thonë, është pak probleme bo dallime edhe ose me veçu diçka asaj kohë me këtë kohë, po mund të them që shpesh, po them kushtimi shpesh, kur takohemi me miq tanë, me kolegë tanë, I kujtojmë nga një herë turnet që kanë qenë të zgjatura dhe me ka 40 koncerte nëpër Evropë, në diasporë do me thonë që na kemi kalu fort mirë, që jemi knaq, po ka ndodhur që edhe jemi anku se jemi lodh, kemi udhëtu me autobus ka 1000 kilometra, por prap ka qenë. Gjithmonë ka dominu më shumë bukuria dhe kënaqësia, pak me përqindje më të vogël ka qenë edhe ajo ankesat se jemi lot duke udhëtu, jemi pa gjumë, s'kemi pas gomul me unë drek ose darkë ose mëngjes ose kemi qenë nështë edhe 24 orë që s'kem rri as munal me blerë një sandwich, do me thonë, po kritë këtu jenë konë sakrifica për të arrit deri të suksesit. Unë do doja që vazhdim të dëgjojmë një këngë nga Mirie Bra, por do të propozoj që ta transmetojmë një këngë ndoshta të ato të parat që mund të gjejmë në Ziko TV, do të në zyrët e Zikos, do të dashojmë këtë këngë dhe do të rikthehemi sërish për të vazhduar bisedën me Mirie Bra. Pas e këngë që sa po dëgjuam, ju rikthyem sërish në mini bar dhe për të vazhduar intervistën me Mirien. Mirien na tregon për krejt të këngë që ke. Ka ndonjë tekst I këngës tënde që ju kushtuan ndonjë personit? Jo, tekstet zakonisht ju kanë kushtu nëse kemi këndu këngë patriotike, ju kanë për shtatë kohës, ka qenë një këngë ushtarit tem për shembull që ju ka kushtu një ushtarit që është kthy në arkival nga shërbimi I atëhershëm I Jugosllavisë. Jo, vetëm se jem kap tema aktuale, zakonisht këngët e dashurisë, me tema dashurie gjithmonë janë aktuale dhe, po jo që ju ka kushtu dikujt, jo. Tani po rikthehemi pak te koncertet te paraqitjet skenike. Kuptohet që janë shumë të ato gjëra, por na thuaj se sa ke komplekse para se të dalësh në skenë, të cilat janë ato gjëra që dëshiron ti përfundosh për të dalë me sukses ose e lumtur në një koncert. Shiko, me I kushtu rëndësi dhe vëmendje I kushtoj edhe paraqitjet skenike, ajo nuk diskutohet fare me vitet të tëra, me të thonë të drejtën. Po e bisedonim të Top Channel që nuk kam lanë në gjyra, s'kam lanë modela, s'kam lanë gjë për pavesh gjatë tërë këtyre viteve karrierë, do me thane, se edhe kemi pak vështirë në kuptimin që me sjellë risi, nuk është edhe lehtë jeshtë në hap me kohën, me trendin, me modën, e gjitha këto, po gjithmonë falë bashkëpunëtorëve të mi, si që janë, nëse më lejoni ti përmend, janë vendas të jujt, shtëpia modës Qëndresa Angjilan, që shumë shpesh ndodhi marrë vetëm në telefon dhe I thamë unë kam shku në Tazam në Top Channel kam me këndu, ma bën të lutem një fustan 2-3 sa më nevojitën dhe mi pregadisin dhe unë nuk kam pare pik problemi, por vjen pjesa tjetër e flokut, e grimet e këto, komplekse nuk kam, falë Zotit gjithmonë ndjehe mirë komod, po ndodh nga një herë ajo amullia, nëse sot kam qenë shumë e zonën dhe s'kam pas mundësi dhe kohë dhe komoditet me bu grimin për qef, do me thonë dhe kom bak në kushtet të jo të shumë të zakonshme, atëherë nuk e kam atë ndjenjen se s'jom pa në pasqyrën e shpisune që po dokna mirë, e kam ndonjëherë nështë atë dileme se mos nuk e pash që flokun nuk e kam këtu mirë ose syren se kam mirë, por këto ndodhin shumë rrallë. Në anën tjetër, kur unë dalë për shtëpisë dhe shoh vetën pasqyre që unë jam okej, krejt dynjaja më thonë që s'po m'pëlqen dhe s'po dukesh mirë, unë nuk lodhna për atë punë se dalë me atë ndjenjen që unë jam mirë.
Edhe të ke besim shumë në vetë. Po, absolutisht. Sytë më rësytë, po. Ndërsa pas... Jo gjithmonë jam edhe e knaqën, a? Kuptoj. E kuptan se shijet nga njerë mendoj që e regullova flokun mirë, por nuk regullohet që nuk regullohet, nga njerë nuk e dalë. Po. Por me gjitha të komplekse nuk kam, jo. Shumicën e rastës ti e knaqën. Ose s'pako dhe fansat e tu janë të knaqën me paraqitjen të. Po fansat edhe po vazhdojnë me dëshmu që unë e po duk në Na trego pak për sekretin e bukurisë. Me qenë se flitet, shumë thashë thëme që Miria... operacione, po. Jo, s'po flas për operacione, po gjithë një duket estetike. Bukur. E po, që po duke bukur, po gjithmonë i më pëlqenj, sepse m'japin motiv, m'japin energji pozitive, sepse një fjallë e mirë është e mirë. Po një fjallë e keqe është e keqe dhe të mirë nuk mund ta bëjmë. Po kjo puna e ku ishte fjalla tek sekreti se si po duke mund dhe si po mbahem kështu janë shumë faktorë, janë shumë arsye. E para është që unë ndjehem mirë, unë rezatoj pozitivisht, kam energji pozitive, i du gjërat e mira, me Naimin i kam të gjitha të mira, dhe me thonë Naimi është shumë i mirë, nuk kam probleme me Naimin, dhe Naimi s'ma prish ditën. Gjithashtu edhe me Platorin, vjen pjesa tjetër dhe zgjerohet rreti familjar, dhe të gjitha këto së bashku, sikur më japin motiv për jetën. Me një fjallë lumturia yje. Absolutisht, kjo është esenca. E bëj gjumin rahat, unë ha normal, unë nuk kam komplekse, nuk vuj për i gjërave. Dhe këto bëjnë që kur të bie në gjomë, unë flaj dhe kur zonë më në gjas jam shumë e qetë, jam shumë e fraskët edhe me tenin tim të ftyrës, se ndoshta janë këto. Këto janë sigur, por vjen edhe pjesa tjetër pak edhe e kujdesit. Sikur femrat që nuk duhet flenë gjumë me grem, se është i damshëm për lëkurën. Janë edhe tretmanet, ose janë kremrat. Unë shumë për tretmanet nuk kam kohë, po kremave i kushtoj shumë rëndësi. Do me thonë falë shumë faktorve, unë jam kjo. Mu po kam fillu pak më pengu këto komentet që butoksa, intervenime estetike e krejt. Nuk pe kuptoj vetëm një detalj, pse një femër që duket bukur, duhet pa tjetër me thonë që ka botox ose ka një ndërhyrje estetika, duhet mu duk keq. Për mës me thonë që ashtu, apo ku është probleme. Po prapë mës t'inglon kjo që unë jam e revoltume diçka, vëse kam fillu pak më lodh në atë kuptimin që kjo, ose në i koment dikon me botox, ajde botox, po nuk është, besoni që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet asnjë me, po kur nuk them që s'do ta bëj. Po dhe ta bëj atëherë kur unë e ndjej që duhet me ba. Për momentin po ndjehem mirë, po m'duket vetja që jam mirë, edhe nuk e kam vërë dhe nuk mendoj me ba. Po në kalimin e kohës veri kjo është në trend, është mod, pse mës me ba. Po për momentin, me të vërtet, nuk e kam ba. Nuk kam ba asnjë ndërhyrje estetike. Unë do doja që dhe sot t'jap komplimente, po duke shumë bukur. Unë si duke t'jap top. Mirë, Miria tani nga të rego pas përfundimit të paraqitjes të skenike. Pas ishtë dalësh nga skena, për çka ke nevojë? Për ujë, për telefon, apo për Naimin? Mas pari, kam nevojë me më thonë dikosh që ke mirë, në kuptimin e formatit të emisionit. E kuptan? Sikur na që tash nëse e krym bisedën, dhe gjëja e parë që më shkon në përmend, më shkon në përmend, ju a jeni të ndarë të kënaqur me atë çfarë bam sot bashkë, domethënë, dhe a isha unë në shërbimin e juaj, dhe pse ju shumë shpesh mendoni që jeni në shërbimin ton, po kjo më intereson dhe pyetja tjetër që më njëherë më shkon në përmend, a thu do të kënaqen shikuesit me krejt këto çka folëm ne dhe çka bëm ne bashkë. Nuk është edhe e lehtë, kjo është e vështirë dhe për juve si televizion, por edhe për neve që kemi shumë impenime dhe shumë aktivitete, është problem me gjithkohën, edhe me dalë dhe kështu, do të thonë se kemi shumë angazhime, por kjo është e para që më shkon në përmend, do të thonë këto janë këto dy gjëra që funksionojnë. Una kam qenë në sensin e emisionit karakterit, do me thonë t'ju, në skenarin e ju. Nëse ju thoni po, ndje me lumtur dhe nuk ka kur farë probleme, ma dhe vjen pjesa tjetër e relax, po, shqyqyr, ishte mirë. Pra vjen kjo pjesa tjetër, o shqyqyr ishte mirë. Gjatë karierës të ndë, cili është duetit që ju e pëlqeni më shumë ti? Dueti? Duet.
është një këngë popullore që mu më pëlqen shumë, Pilemra me rastësisht, do me thonë, po them rastësisht, masi ishte dita të dashuruarve, ishim në Xhirems, kishim shumë kohë mu marrë me ditën e të dashuruarve, me dashuri, po kur përfundum Xhirimin, shkum me një lokal këto dhe kishin qenë edhe disa të tjerë që festonin ditën e dashuruarve, po ne si ishim veç unë dhe na ishin edhe do miqtë të tjerë, edhe instinktivisht filloj një atmosferë, na ilshun DJ prej barit, ati për na ilshon të kakë tona duetet e mija dhe të naimit, edhe fillum aty u pa atmosfera fantastike, mendova që s'pe festoj ditën e dashuruarve heq, po në realitet e festum, po dhe e qoni një këngë, është një këngë popullore që mu më pëlqen shumë në një live që kemi këndu bashkë me Naimin, o faman aman aman, të kam shpirte, të kam gjanë, është shumë këngë e bukur, më pëlqen shumë që kemi këndu bashkë me Naimin, se është shumë popullore, është bashkë popullore. Tani po i rikthehem me videoklipit. Në falbi që dhe pak se kemi edhe një këngë shumë për qef dhe shumë për zemër, Robi Dashuris që nuk e kam bo videoklip edhe fajin e ka Naimi, edhe Aida Baraku që së më kanë lënë, së më kanë dëgju. E po sigurt ishte kjo këngë me videoklip, tash do të shkon transmetim, por çdo çfarë ne do të mundohemi që në transmetim tani ta sillim një duet tëndin dhe të Naimit, të cilin do që e kemi në televizion. Absolutisht ka problem.